Tarifa reciproke të vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump për mallet e importuara mes tyre dhe për Shqipërinë ka nisur të japin efekt. Për vendin tonë është vendosur një tarifë e përgjithshme 10% mbi të gjitha eksportet drejt SBA-s. Sipas të danave nga Instituti i Statistikave gjatë muajit kaluar, eksportet shqiptare drejt Shtetit të Bashkuara të Amerikës ulën me 30%. Në sa në 4 muajt e parë të vitit, rënja arri në 15% duke zbritur nga 3.490 tonë në njëjtën periudhë të vitit kaluar në rreth 3.000 tona këtë vit. Rënja më e theksuar është regjistruar në muajin prill kur do vendosën tarifa reciproke nga SBA për Shqipërinë dhe shumë vende të tjera në botë. Referuar të dhënave zyrtare, ndikimin më të madh në këtë rënje e kanë pasur grupet e materialeve metalike që përdoren në ndërtim, kryesisht giza dhe celiku, që përbënin gati 50% totalit të mallerave të eksportuara. Nga 465 tonë në prill të vitit 2024, eksportet e këtij grupi ranë në vetëm 2 tonë muajin e kaluar. Kjo tendencë rëndëse ka nisur që në fillim të vitit, kur SBA aplikoi tarifa të larta për celikun dhe aluminin që vijnë kryesisht nga Kina, por shëndikuan dhe mbi vendet e tjera eksportuese, përfshirë këtu edhe Shqipërinë.